i dërgumi i Allahut, mik i Zotit Xhelel Xhelaluhu. Mori njërin prej bashkëshortëve tij Haxhiren Allahu e mëshiroft. Dhe aty ku sot është qabja e bekume, atje e lënë së bashku me Ismailin a.s. Në i vend thot, pasni mbrojtje pasni sa. Por duke qenë një çift i mrekullueshëm, një grua mrekullueshme, një djalë i mrekullueshëm, urdhën e Zotit apo të babait tyre nuk e bën dysh. Haxhiri Allahu më mëshiroft i thot, ja Ibrahim, ku do na lënë këtu? Thot, kështu kam urdhën prej Zotit Xhelel Xhelaluhu. Dhe ashtu u bë. Allahu Xhelel Xhelaluhu pra e zgjeroi atë vend më pas, por para se të vëmë këtu, Allahu Xhelel Xhelaluhu i furnizoi, i begatoi. Aty është një ujë i bekuar sot, ku është pusi i Zemzemit në qabën e shenjtë, i cili është burimi i parë i ujit me të cilët Allahu Xhelel Xhelaluhu i furnizoi. Po jo vetëm kaq. Po Ibrahimi a.s. i fali Zotit për këtë fëmijë që ishte Ismaili a.s. Dhe, o Ibrahimi, këtë fëmijë duhet me sakrifiku për hir të Zotit tënd. Keni ngjohur si thoni njëri tjetrit të herët, të bofsha kurban.